Unë nuk kam qenë në për takimet e partive si motrat, Parti Socialiste në Europë, por si term ne për rinë shqiptarët është i term i njohur nga Partia Komuniste. Dhe më pas që u kthyen Parti Socialiste, po për te kësaj se kjo ishte thjesht një të jemi më në thellë. Variacion gjatë bisedës, po. Do të kërkoja ndjes për vonesën, por siç është një angazhimet në situatën e zgjedhjeve në fushatës janë të shumta. Po gjëja zonjë ekonomi me shumë vëmendje. Ajo që më shqetësoi pak në fjalën e saj është trajtimi i konceptit se si funksionon partia, ndërkohë që ne jemi para publikut të flasim se si funksionon programi, se si funksionon përqasja... Jo, insistova unë në këtë moment. Fali. Jo, insistova unë. Do me thënë... Do të sa organizuar shpesëja, besoj si intereson qytetarëve. Jo, zonja ekonomi bëri një prezantim të mënyrës se si funksionon në fushatë, dhe fushatën ju e dini shumë mirë. Partia Socialiste fushatën e misë të nesërmen pasi fiton zgjedhjet si rregull, dhe sistemi kapilar që zonja ekonomi tha që ka të bëjë me organizatat që janë në gjithë territorin, ju e keni me grup seksione, të njëjtën skem, po thuaj, socialistët e kanë më të themi më agresive dhe sepse kanë përfshirë edhe ata që janë quajtur patronazhist në këtë sistem. Ata që janë quajtur patronazhist? Apo që janë patronazhist? Ka qenë që janë patronazhist. Shiko, ai është një term në aspektin e përdorur në rastin e zgjedhjeve të kaluara term pejorativ. Se do të patronazhosh... Jo, term real, pse është pejorativ? Është funksional. Po më lejo pa të sqaroj. Të patronazhosh votuesit të tu është një gjë, sepse ti vendos të themi një përgjigje si sigurohet që këta votuesit atë ditë do të mos mungojnë në zgjedhje, në oraret që do shkojnë, për kur ka radhë, për të ardhur pak më vonë. Por ndërkohë të patronazhosh gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë, duke përdorur dhe aq më shumë të dhënat publike, të cilat vijnë nga shteti, jo nga partia, atëherë këtu kemi bënë me një krim. Kështu që prandaj thash është përdorur në aspektin pejorativ sepse janë përdorur në këtë formë, në formën e dytë, që do të thotë që është përdorur gjithë aksesi që ka Partia Socialiste në qeveri dhe në të dhënat e... Nuk është kështu? Dakor.